Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja problemet që do të kuroni nëse konsumoni të paktën 3 kumbulla në ditë. Kumbullat kanë një rol të rëndësishëm në rritjen e dëndësisë minerale të kockave. Gjatë një studimi morën pjesë gratë, të cilët u ndanën në 2 kategori, ku në kategorinë e parë morën pjesë ato që konsumonin kumbulla rregullisht, ndërsa në të dytën u përfshin ato që konsumonin mollë rregullisht. Të dyja grupet morën gjithashtu kalcium dhe vitaminën D. Studiuesit arritën në konkluzionin se kumbullat kanë aftësinë të pengojnë frakturat dhe dobësimin e kockave. Ato rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 kumbullave në ditë, një sasi që duhet rritur më vonë 6 deri në 10 kumbulla në ditë. Kumbullat e njoma, por edhe ato të thata janë të sigurta për konsum për të gjitha grupmoshat dhe kanë aftësitë jashtëzakonshme për të ushqyer dhe për të përmbajtur mineralet e kockave. Këto fruta kanë efekte laksative dhe pastruese për të gjithë sistemin tretës. Një racion me kumbulla ofron 2.5 gram proteinë dhe plotëson 19% të kërkesës ditore për hekur. Ky mineral është i dobishëm kundër anemisë, për qarkullimin e gjakut dhe një sasi prej 3 deri në 4 kumbulla ofron 290 mg kaliumi, i cili neutralizon acidet e dëmshme që shtërrojnë dëndësinë kockore. Këto acide i gërojnë në kockat më shpejt, si dhe kaliumi shërben për t'i penguar ato. Për më tepër, kaliumi shërben për të ruajtur sasinë e kalciumit në trup dhe pengon nxjerrjen e tij nëpërmjet urinës. Dhe kumbullat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Se doni të keni një organizëm të fortë dhe të parandaloni gjithashtu shumë komplikacione, mos harroni që kumbullën ta keni gjithmonë pjesë të dietave tuaja, pasi mund të ndikojë pozitivisht në organizmin e përgjithshëm. Kumbullat njihen si një multivitamin natyrale, edhe pse ndoshta nuk i konsumoni aq shumë sa duhet. Ka disa arsye kryesore të cilat do t'i rendisim sipas Brightside përse duhet t'i konsumoni ato në dietën tuaj. Kumbullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumbullat ndihmojnë në përthithjen më të mirë të hekurit në trup për shkak se ato janë një burim i mirë i vitaminës C. Një kumbull përmban 84% ujë, 0.6% proteinë, 10% karbohidrate dhe 2.1 gram fibër dietike. Përveç kësaj, kumbullat kanë nivele të ulta të yndyrnave dhe kalorive dhe përqindje të lartë të vitaminës A, C dhe E, magnez, kalium dhe kalcium. Ja disa nga përfitimet që merr organizmi juaj nga konsumi vetëm 3 kumbulla në ditë, sipas Brightside. Do të ulën nivelin e sheqerit në gjak. Kumbullat kanë indeks të ulët të glicemisë, që do të thotë se mund t'ju ndihmojnë të kontrolloni nivelin e sheqerit në gjak dhe të zvogëloni gjithashtu rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Ato përmirësojnë edhe kujtesën. Nëse konsumoni disa kumbulla në ditë, do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efekte negative të radikaleve të lira, të cilat ndikojnë keq në ruajtjen e kujtesës suaj. Kumbullat janë plot me antioksidantë që ngadalësojnë zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit. Ato gjithashtu përmbajnë antiocianina dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Ato mbrojnë shëndetin e zemrës. Një kumbull e freskët përmban 113 mg kalium, i cili ndihmon në kontrollin e tensionit të lartë të gjakut dhe zvogëlon rrezikun e goditjes në tru dhe në zemër. Ato përmirësojnë dhe mbrojnë gjithashtu sistemin e tretjes. Kumbullat lehtësojnë kapsllokun dhe ndihmojnë në problemet me tretjen e ushqimit. Janë një ushqim me fibër dietike, sorbitol dhe histanin. Kumbullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Një tjetër mënyrë për t'i konsumuar kumbullat gjatë gjithë vitit është të t'i zhysni ato në ujë të zgjerë dhe t'i lini të ftohet pak dhe më pas t'i ngrini. Kumbullat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që duan të kenë kocka më të forta. Studiuesit në Universitetin e Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë shqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumoi 100 gram kumbulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumoi 100 gram mollë të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumoi kumbulla të thata kishte dëndësi më të lartë të kockave në shpinë dhe në parakrah. Ato përmirësojnë shëndetin e syve. Kumbullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin e syrit. Fitonutrientët që përmbajnë në kumbullat mund të ulin rrezikun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikat e verdha, çrregullime shëndetësore që zakonisht prekin edhe njerëzit e moshuar. Ato mbrojnë kundër qelizave të dëmshme.
Kumullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira të dëmshme në saj të antiocianinave. Ato janë të ulta edhe në kalori. Një kumbull e vogël përmban vetëm 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shpejtë, shumë më mirë nëse mbani dietë. Kumullat shkatërrojnë qelizat e dëmshme të gjirit. Ekstraktet e kumullës mund të vrasin qelizat e dëmshme të gjirit, ndërkohë që qelizat e shëndetshme përreth tyre nuk e dëmtojnë gjithashtu edhe shqetësimin. Ato janë të pasura me antioksidantë. Kumullat përmbajnë vitaminën C dhe fitonutrient. Këto përbërës kanë veti antioksiduese që parandalojnë dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Substancat që gjenden te kumullat kanë një aftësi të mirë mbrojtëse për organizmin, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të forcuar edhe shëndetin tuaj. Nëse doni të keni kocka më të forta dhe të mbrojeni gjithashtu edhe nga shqetësimet e tyre, atëherë kumullat duhet të jenë aleati juaj më i çmuar. Kështu do të parandaloni shqetësimet e problemeve të nyjeve dhe gjithashtu do të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Konsumoni të paktën një grusht me kumullat çdo ditë. Jo vetëm që do të keni përfitime të mira në shëndetin e kockave, por gjithashtu do të keni një lehtësim të dukshëm edhe kundër problemit të tretjes. Siç e dini, kumullat janë një nga produktet më të mira ushqyese që duhet të renditen pjesë të dietave tuaja. Duke ditur përfitimet e larta që ato kanë, do të ndikojnë pozitivisht edhe në mbrojtjen e aparatit tuaj tretës. Nëse doni të përfitoni nga të mirat minerale të tyre, atëherë kumullat duhet t'i keni pjesë të rëndësishme të integruar të dietës suaj, duke ditur edhe rëndësinë e veçantë ushqyese që ato kanë. Konsumi i kumullave, qoftë të thata ose edhe të freskëta, do të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Konsumi ditor i tyre do të sjellë gjithashtu edhe përfitime të mira për diabetin. Kumullat kanë efekte hiperglicemike dhe ndihmojnë në luftimin e diabetit. Studimet kanë treguar se konsumi i kumullave ndihmon në reduktimin e glukozës dhe trigliceridëve në gjak. Flavonoidet që gjenden te kumullat kanë vlera mbrojtëse kundër rezistencës së insulinës në organizëm. Tretja do të ketë ndikimin e saj pozitiv me konsumin e mirë të tyre. Kumullat janë një burim shumë i mirë i fibrave, që rregullojnë sistemin tretës. Sipas studimeve, kumullat e njoma dhe ato të thata janë tepër efektive për të trajtuar çrregullimet e tretjes, siç është edhe konstipacioni. Edhe sistemi juaj nervor do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i këtij fruti. Kumullat përmbajnë vitaminën B6 që ndihmon në transmetimin e sinjaleve nervore dhe ruan funksionet e mira të gjithë sistemit. Ato ndihmojnë në zhvillimin e trurit dhe formën e hormoneve që kanë ndikime te humori jon. Triptofani është një aminoacid që ndihmon në prodhimin e neurotransmetuesit serotonin, që luan një rol të rëndësishëm për gjumin, oreksin dhe përqendrimin. Ato janë të mira edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular. Ndaj përfshirja e kumullave me moderi në dietën tuaj do të jetë çelësi më i mirë ushqyes kundër këtyre problemeve. Konsumi i kumullave do të ruajë gjithashtu shëndetin e zemrës. Sipas studimeve, nëse i konsumoni kumullat e thata rregullisht, një gjë e tillë do të përmirësojë qarkullimin e gjakut në arterie, por jo vetëm kaq. Kumullat parandalojnë disa çrregullime të shëndetit kardiak, zhvillimin e arteriosklerozës dhe ulën rrezikun për atak në zemër. Kumullat janë një zgjidhje shumë e mirë për të forcuar sistemin imunitar. Kumullat janë të rëndësishme për të forcuar sistemin imunitar fal pranisë së vitaminës C. Ato forcojnë rezistencën e trupit ndaj infeksioneve të ndryshme dhe inflamacioneve. Studimet kanë treguar se kumullat luajnë një rol parandalues në zhvillimin e qelizave të dëmshme dhe kanë vlera të mëdha në parandalimin e këtyre sëmundjeve. Ato ruajnë gjithashtu nivelin e kolesterolit. Lëngu i kumullës ruan kolesterolin e mëlçisë në nivele normale. Fibra nga ana tjetër mbron zemrën dhe ul kolesterolin e keq dhe rrit kolesterolin e mirë. Kumullat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat që vuajnë nga ankthi, pasi mund të ndikojnë pozitivisht në stabilizimin dhe largimin e tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.